Edhe je kish pas një pistolet që të mrapa, e mor pistoletën edhe i mshoj. A pishini thash sa të pabesjeni jo. A thash më ardhi pa armatosën. Thash apo frigosh prej meje, unë thash jam e pa armatosën. U çkën e quishin terrorist, edhe na jemi këtu për me ju rujt juve. Unë i thash, jo, thash nuk është e vërtet, ata nuk janë terrorist, ata janë vllaznit tonë, ata na mbrojnë neve. Ndjenja më e madhe për t'ju bashkangjitur ushtrisë lirimtare të Kosovës u rrit në momentin kur ushtria serbe erdhë dhe u pozicionun mbi fshatin ton, mbi shtëpinë time. Ato bënin provokime shumë të mëdha. Shpeshherë vinin në shtëpinë tonë dhe kërkonin ujë. Unë isha shumë e re, ishim 6 motra dhe kishim frikë me thonë të drejtën, se si e dim, ata për u deshin, mershin drogë, edhe kishim frikë prej atyne se çka ka me ndodhë. Kur një ditë erdhi një oficer me kërku ujë. Edhe ishte e armatosur deri në dhomë. Na kishim edhe fëmijë dhe realisht ata u frigonin prej fëmijëve, prej atij armatimi se s'kishim pa ndonjëherë ndonjë oficer ose ushtar të armatosur. Kur dola mi dhon ujë, ishte një rom përkthyesi i atyne serbëve, sepse unë nuk e dija gjuhën serbe. Edhe një ditë i thash, nëse ju doni me marr ujë, ju duhet me ardhi pa armatosën. Kur erdhi ditën tjetër, erdhi pa armatosën, edhe kishte një shishe për me mush me ujë, pa ajo shisha ish mshel kapaki asaj shishës. Edhe unë e pitam, a mundesh thash me ma hek qët kapak se nuk po mundem me mush ujë. Edhe je kish pas një pistolet që të mrapa, e mor pistoletën edhe i mshoj pistoletës. Me pistolet për me liru kapakin. Edhe i thash, a pishini thash sa të pabesjeni jo. A thash më ardhi pa armatosën. Thash apo frigosh prej meje, unë thash jam e pa armatosën. Thash unë thash më ardh pa armë për arsye se fëmija po frigohen. Edhe i thojke se na kemi ardhur këtu me ju rujt juve. Se janë terrorist, se u çkën e quishin terrorist, edhe na jemi këtu për me ju rujt juve. Unë i thash, jo, thash nuk është e vërtet, ata nuk janë terrorist, ata janë vllaznit tonë, ata na mbrojnë neve. Ai romi përkthys që ishte, më thojke, a mundem mos me ja përkthy se nuk e dish ti se çka mundet me gjetë. Unë as vetë nuk e di çfarë guximi kum pas. Thash, jo, ti ki me thonë çështu që shpo të thamone, ti ki me përkthy çështu që shpo të thamone.